Përshëndetje. Përshëndetje. E shet atë gjën? Po, kjo është lodër me dridhje, 90 euro. 90 euro. Nuk besoj se mund ta gjesh më të lirë. Kjo është e vetmja dhe perfektja. Mund ta gjej edhe më lirë, e diti. Mirë dita, vetëm 40 euro, lodër dritse. Ha? Ja pra ku e gjeta dhe më lirë. Ajo aty nuk është origjinale. Mua më duket njësoj. Të duket ty, por jo mua. Unë e njoh produktin tim. Jo këtë flishtire këtu. Pse ku është diferenca? Diferenca është sepse produkti im është gjerman dhe produkti i tij është kinez. E ke gabim, produkti im është cilësor. Po ti se njeh produktin tim. Zotëri, bën mirë të largohesh me këto lloj produkte falso dhe të skaduara. Zonja, nëse keni dëshirë, mund t'i bleni këto lloj produkti këtij personi. Okej, pra po blet të tënden. Mirë. Urdhëro. Shumë faleminderit, ciao. Mirupafshim. Sa kushton ky lloj produkti falso joti? 40 euro. Okej, pra na po fjap 50 euro. Ma e këtë se s'ke shitur asnjë gjë sot. Si kjo falso është. Hajde po ta blej që ç'është i blesh diçka të mirë. Mirupafshim. Ne pra kemi super lodër dritse, vetëm 90 euro.